Fatos Nano, një nga figurat më të rëndësishme politike të Shqipërisë në vitet e tranzicionit, ka bërë deklarata të forta në lidhje me Sali Berishën, të cilin e ka akuzuar jo vetëm për burgosjen e tij, por edhe për pasojat e rënda personale që i solli kjo periudhë. Nano është shprehur disa herë se vitet që kaloi në burg nuk ishin vetëm një nim politik, por edhe një plag e thellë në jetën e tij, që lidhet drejt për drejt me humbjen e nënës. Ai ka treguar se ndodhej në presion të jashtëzakonshëm në atë periudhë, i ndaluar dhe i izoluar, dhe për këtë fajson personalisht Sali Berishën, duke thënë se ishte pikërisht ai që u mor me arrestimin dhe me qëndrimin e tij pas hekurave. Në një nga rrëfimet e tij më prekse, Nano ka deklaruar se Berisha i kishte marrë 4 vitet më të bukura të pjekurisë, vitet kur njeriu arrin kulmin e formimit të tij intelektual dhe profesional, duke futur në burg në moshën 39 vjeç dhe duke e mbajtur deri në moshën 43 vjeç. Për Nanon, kjo nuk ishte vetëm një periudhë e humbur politike, por një dhimbje e madhe njerëzore, pasi gjatë asaj kohe ai humbi nënën, për të cilën beson se nuk arriti të ishte pranë pikërisht për shkak të burgosjes. Në një moment emocional, Nano ka kujtuar ditën kur nëna e tij ishte në gjendje të rëndë shëndetësore dhe i kishte thënë se do ta priste. Ai ishte nisur të shkonte tek ajo, por për shkak të procedurave dhe pengesave të ngritura, nuk arriti në kohë. Mund ta thuash me plot gojen se më ka vdekur nënën, është shprehur ai duke treguar se fajin për këtë e sheh drejt për drejt tek Berisha. Sipas Nanos, nuk ishte vetëm një proces formal gjyqësor që e mbajti larg familjes, por ishte vullneti politik i Berishës që e bëri këtë të ndodhte, duke e burgosur dhe duke e hequr mundësinë që të ishte pranë nënës së tij në ditët e fundit të jetës. Këto fjalë, të thëna me zë të dridhur dhe me një ngarkesë të thellë emocionale, tregojnë për një plag që përtej politikës ka lënë gjurmë të pashlyeshme në shpirtin e tij. Nano ka shpjeguar gjithashtu se burgosja e tij nuk ishte një proces i zakonshëm politik apo ligjor, por një akt personal i drejt për drejt i Sali Berishës. Ai ka theksuar se sipas të dhënave që ka pasur ishte vetë Berisha ai që u përfshi personalisht në mënyrën se si ai u arrestua dhe u trajtua gjatë kohës që ishte në qeli. Kjo e bën edhe më të rënd situatën, pasi në interpretimin e Nanos nuk bëhej fjalë për një vendim kolektiv apo një proces demokratik, por për një hakmarrje politike të personalizuar nga ana e një kryeministri që kishte në dorë gjithë mekanizmat e pushtetit. Në këtë kuptim, akuzat e Nanos nuk kufizohen vetëm tek humbja e 4 viteve të jetës së tij apo tek dhimbja për nënën, por lidhen me mënyrën se si pushteti u përdor për të shkatëruar kundërshtarët politik. Këto deklarata të bëra vite pas ngjarjeve hedhin dritë mbi marrëdhënien armiqësore dhe të tensionuar mes dy figurave kryesore të politikës shqiptare të tranzicionit. Marrëdhënia Nano-Berisha nuk ishte thjesht një konflikt politik, por një përplasje e thellë që përfshiu jetën personale, familjare dhe shëndetin emocional të dyve. Nano e shikon burgosjen e tij si një padrejtësi të madhe dhe si një krim moral që nuk i mori vetëm vitet e rinisë së vonë, por edhe një pjesë të shpirtit të tij. Për të, humbja e nënës është një fakt i lidhur ngushtë me burgosjen dhe pengesat që ju vendosën për ta parë atë në momentet e fundit, duke e kthyer Sali Berishën në figurën që ai e fajson drejt për drejt për një dhimbje të pakthieshme. Në fund, rrëfimet e Fatos Nanos për këtë periudhë mbeten një dëshmi e gjallë e mënyrës se si politika shqiptare e viteve në mend nuk kufizohej në parlament apo në vendimarrje publike, por hynte thellë në jetën private të njerëzve, duke shkatëruar familje, marrëdhënie dhe jetë. Për Nanon, Sali Berisha nuk është vetëm një kundërshtar politik me të cilin ai ka pasur betejë publike, por një njeri që i mori vitet më të bukura dhe ja rrëmbeu nënën. Këto akuza e bëjnë marrëdhënien mes tyre një nga konfliktet më dramatike dhe të dhimbshme të historisë politike të Shqipërisë së tranzicionit, ku dimensioni njerëzor dhe ai politik janë të pandashëm dhe ku dhimbja personale ndërthuret me përplasjen për pushtet.